Kur përplaseshin rreshtat, ata kalonin mbrapa dhe u linin vend falangitëve në qendër të mbanin barrën kryesore të betejës. Këta qëndronin në blloqe me 10 nga 10 ushtar, që drejtoheshin nga sintagmatarku. Mirë po falangitët ishin të brisht nga anët. Këto hynin në lojë hipaspët. Detyra e tyre ishte të mbështesnin falangët nëse dikush tentonte t'i thyente nga krahët. Së fundmi hetajrojt tentonin të merrnin krahët armikut dhe të godisnin nga mbrapa trupat e angazhuara me falangitët. Njësoj si Bardyli, Filipi i ktheu ushtarët në profesionist dhe i pagoi nga arka e shtetit, ndërsa shumica e shteteve të kohës përdornin milisi që pajisej vetë. Kjo mund të jetë arsyeja që ushtritë maqedone dhe ilire të kësaj kohe kanë qenë kaq të suksesshme. Në ndihmoni të shpërndajmë historinë e Shqipërisë. Bashkohuni tek regjimenti i Stradiotëve në Patreon.